Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vijmë juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Pas rreth 2 vitesh në paraburgim, gjykata e posaçme ka ndryshuar masën e sigurisë për ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj, duke urdhëruar lirimin e tij nga burgu dhe vendosjen në arrest shtëpie. Vendimi u mor për shkak të përfundimit të afateve të paraburgimit, ndërsa hetimet për dosjen e Saspak vijojnë. Pas 2 vitesh në paraburgim, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi ndryshimin e masës së sigurisë për ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj nga arresti në burg në arrest në shtëpi. Vendimi u shpall nga gjyqtarja e hetimit paraprak Elsa Udhiri vetëm pak ditë pasi në seancën paraprake ktheu për plotësim hetimesh dosjen e agjencisë ku Beqaj akuzohet për korrupsion dhe fshehje pasurie. Kërkesa për ndryshimin e masës së sigurisë u paraqitet nga mbrojtja e ish-ministrit me argumentin se kishin përfunduar afatet ligjore të paraburgimit. Vendimin e sotëm ne nuk do ta apelojmë, po edhe prokuroria nuk do ta apelojë dhe prokuroria ishte dakord për arrest në shtëpi. Kërkuam shuarjen e afateve të paraburgimit dhe në alternativë, që ishte alternativa e fundit, ishte arresti në shtëpi. Me këtë vendim, Beqaj dhe ish-drejtori i Saspak Ermal Kurtulaj, të cilët ishin të vetmit pandehur që vijonin të mbaheshin në burg për këtë çështje, do të hetohen tashmë në masa më të lehta sigurie. Ndërkohë Spak ka afat deri në 20 tetor që të përmbush detyrat hetimore të lëna nga gjykata përpara se dosja të kaloi për shqyrtim të mëtejshëm. Paralelisht, Ilir Beqaj përballet dhe me një tjetër proces penal në cilësinë e ish-ministrit të Shëndetësisë. Ai është i pandehur në dosjen e njohur si sterilizimi, ku akuzohet për shkelje që lidhen me koncesionin e sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale. Në këtë proces, Beqaj po gjykohet me procedurë të zakonshme, ndërsa të pandehurit e tjerë përfituan nga një gjykim i shkurtuar dhe andënuar më herët. Ish-zëvendës kryeministrja dhe ish-ministra e infrastrukturës Belinda Balluku është marrë zyrtarisht e pandehur edhe për 6 lotet e mbetura të Unazës së Madhe në Tiranë. Me vendimin e Spak, ndaj saj tashmë rëndojnë akuza për 8 procedura tenderimi me një vlerë totale mbi 600 milion euro. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i komunikoi këtë të premte Belinda Ballukut statusin e të pandehurës dhe për 6 procedura të mbetura të tenderimit të projektit të Unazës së Madhe në Tiranë. Sipas Spak, ish-zëvendës kryeministrja dhe ish-ministra e infrastrukturës dyshohet se kanë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në zhvillimin e të gjitha procedurave të tenderimit të këtij projekti, duke paracaktuar sipas organit të akuzës fatin e kontratave. Me këtë zhvillim, ndaj Ballukut tashmë rëndojnë akuzat për shkelje të barazisë në 8 procedura tenderuese, përfshirë tenderin e tunelit të Llogaras dhe 7 lotet e Tiranës së Madhe në një vlerë të përgjithshme që kalon 600 milion euro. Balluku ishte njoftuar të paraqitej në ambientin e Spakut rreth orës 10, ku jashtë godinës ndodheshin dhe një grup protestuesish. Ajo mbërriti rreth orës 14 e shoqëruar nga avokati i saj. Përveç komunikimit të akuzave të reja, prokuroria e posaçme vendosi të zgjasë me 3 muaj afatin e hetimeve, vendim që përfshin edhe 2 ish-vartësit e saj, Gentian Gjyli dhe Eral Delezi. Hetimet ndaj Ballukut nisen në 31 tetor 2025, kur ajo u mor fillimisht e pandehur për tenderin e tunelit Llogaras me vlerën rreth 190 milion euro. Më pas, Spak i komunikoi akuzën edhe për tenderin e lotit 4 të Unazës së Madhe me vlerë rreth 20 milion euro, ndërsa vijoi verifikimin për të gjitha procedurat e tjera të këtij projekti. Sipas dosjes hetimore, Spak disponon biseda të zhvilluara mes Belinda Ballukut dhe vartësve të saj, të siguruara kryesisht nga telefoni i ish-drejtorit të autoritetit rrugor shqiptar, Erviz Berberi. Prokuroria pretendon se megjithëse kompetencat formale për zhvillimin e tenderave u ishin deleguar strukturave vartëse, Balluku i ka ndjekur personalisht procedurat duke ndërhyrë në fazën përgatitore, dorëzimin dhe vlerësimin e ofertave, si edhe në procesin e lidhjes së kontratave me operatorët ekonomik fitues. Ndërkohë Spak vijon paralelisht hetimet ndaj ish-ministres edhe për vepra penale të korrupsionit dhe pastrimit parave, lidhur me 2 procedura tenderuese me vlerë mbi 1 milion euro të zhvilluara në kohën që ajo drejtonte Alp Kontrollin. Forcat e armatosura shqiptare kanë marrë në përdorim 40 mjetet e para ushtarake të prodhuara në vend. Kryeministri Edi Rama deklaroi se deri në vitin 2028 ushtria shqiptare do të pajiset me të gjithë flotën dhe kapacitetet e nevojshme sipas standardeve të NATO-s, ndërsa zbuloi se në Shqipëri kanë nisur edhe projektet për prodhimin e dronëve ushtarak.
40 mjetet e para ushtarake të prodhuara në Shqipëri janë vënë në dispozicion të forcave të armatosura në një ceremoni ku mori pjesë kryeministri Edi Rama, drejtues të ushtrisë dhe përfaqësues të industrisë së mbrojtjes. Gjatë fjalës së tij, Rama i cilsoi këtë hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të industrisë ushtarake shqiptare, duke theksuar se objektivi i qeverisë është që deri në vitin 2028 forcat e armatosura të pajisen plotësisht me flotën e mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme në përputhje me standardet e NATO-s. Brenda vitit 2028, ushtria shqiptare do t'i ketë të gjitha mjetet, të gjitha kapacitetet, që nga makina më e lehtë deri tek armët më të sofistikuara. Nuk do ketë më asnjë 4 rotak që t'i mungoj forcave tona të armatosura, do ketë flotë mjetesh të madhe sipas standardeve të NATO-s për numër forcash për kilometër territor, dhe ndërkohë do të jetë pajisur me shumë çka tjetër që ka filluar të projektohet dhe të prodhohet në vend. Rama u shpreh se ambicia e Shqipërisë nuk kufizohet vetëm në furnizimin e ushtrisë shqiptare, por edhe në krijimin e një industrie konkurruese në të ardhmen, që mund të eksportojë produkte ushtarake për partnerët ndërkombëtar. Mos u çuditni kur një ditë të vim përsëri këtu dhe të ekspozojmë gjëra të prodhuara këtu, të cilat do t'ja japim edhe ushtrisë më të madhe të botës, ushtrisë amerikane. Prodhime made in Albania. Parafytyroni një ushtar të Shtetet Bashkuara me një prodhim made in Albania në kompleksin e pajisjeve të tij. Rama bëri të ditur gjithashtu se ka nisur përgatitjet për prodhimin e dronëve ushtarak në Shqipëri. Sipas tij, këta dronë do të përdoren edhe për mbrojtjen ajrore gjatë samitit të ardhshëm të NATO-s që do të zhvillohet në vendin tonë. Ku siç e kemi premtuar, mbrojtja e qiellit në samitin e NATO-s, ku do të jetë edhe presidenti i Shtetit Bashkuara, që e dini vetë ju se si mbrohet nga qielli, nga toka, nga Marsi, nga hëna. Mbrojtja e qiellit do të bëhet me dron super inteligjent të prodhuar këtu në Shqipëri, made in Albania. Ashtu sikundër, tani më jemi gati, kemi bërë dhe porosin edhe për mbrojtjen më të sofistikuar kundër ajrore, të cilën do ta ketë shumë shpejt edhe Shqipëria. Duke folur për zhvillimin e industrisë së mbrojtjes, kreu i qeverisë u përgjigje dhe kritikëve, duke mbrojtur krijimin e kompanisë shtetërore Kajo, e cila sipas tij tashmë ka nisur të gjenerojë të ardhura përmes bashkëpunimit me kompani private të interesuara për të investuar në këtë sektor. Flitet shumë këto kohë për tradhira e përshitje të dheut e për lloj idiotësish që mund t'i marrin me mend dhe t'i artikulojnë ata të cilët do ta kishin tradhtuar, do ta kishin shitur, do kishin bërë të gjitha ato për si ata akuzojnë, sepse kështu thot një fjalë e mençur, kush të akuzon pa prova, ose e ka bërë vetë, ose do ta bënte vetë atë për cilën të akuzon, por ja kjo është tradhtia jonë, që sot një kompani e krijuar për të shërbyer si qendër graviteti e industrisë sonë të drejtë mbrojtjes, 100% aksione të shtetit, ka filluar të arktojë të ardhura nga këto lloj sinergjish. Rama njoftoi gjithashtu se së shpejti do të krijohet dhe një kompani e re specializuar për prodhimin e mjeteve për emergjenca civile, e cila do të jetë në dispozicion të bashkive në të gjithë vendin. Në kuadër të këtij projekti, Shqipëria pritet të pajiset edhe me 14 automjete zjarr fikse dhe ambulanca të reja, të ndërtuara sipas standardeve të Bashkimit Evropian për të rritur kapacitetet e reagimit në situata emergjente. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka sulmuar projektin e mazhorancës për reformën e re administrativo-territoriale, duke cilësuar atë si një nismë që synon centralizimin e pushtetit dhe shpopullimin e vendit. Demokratët kërkojnë që harta e re të vendoset me referendum, ndërsa paralajmërojnë kundërshtim të fortë ndaj projektit të socialistëve. Në krah të përfaqësuesve të opozitës në Komisionin e Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kundërshtoi harsh për projektin e Partisë Socialiste për ndarjen e re administrative të vendit, duke e cilësuar atë një reformë që përqendron pushtetin në duart e qeverisë dhe dëmton komunitetet lokale. Sipas Berishës, propozimi për reduktimin e numrit të bashkive nuk është një reformë e decentralizimit, por një proces që synon të dobësojë pushtetin vendor dhe të thedhojë braktisjen e zonave rurale. Paraqitin parlamenti raport që nuk u paraqit në komision, që s'mund paraqitej kur në parlament, dhe e publikoi atë në cilin tregon se në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heqë edhe 15 bashki të tjera, të reduktoj numrin e bashkive në vendin më malor të Europës,
ta përqendroj në pllambën e tij të zezë të dorës vetëm e vetëm për qëllime shpopullimi, për qëllime pasurimi. Kryedemokrati akuzoi kryeministrin Edi Rama se është tërhequr në mënyrë të njëanshme nga procesi i zhvillimit me konsensus të reformës dhe se përveç interesave elektorale pas këtij projekti qëndron sipas tij një strategji për shpopullimin e vendit dhe centralizimin e mëtejshëm të pushtetit. Pabesisht në mënyrë të njëanshme Edi Rama u tërhoq me projektin e tij totalisht i platformës Çubrylloviçit. Banorët e Poliçanit u treguan patriot të vërtet, çfarëdo që ishin, pa parti socialist demokrat, me mbrojtjen që i bëjnë bashkisë së tyre, ata mbrojnë një qeverisje që i duhet Shqipërisë për zhvillimin e saj dhe ndalimin e shpopullimit. Shembulli i banorëve të Poliçanit duhet të frymëzojë dhe jam i sigurt që do frymëzojë banorët e të gjitha komunave që Edi Rama me një trënd lapsit u bie kryq vetëm për qëllime elektorale, vetëm për qëllime të zeza elektorale dhe mafioze të pasurimit të tij për centralizuar gjithçka sa më shumë në duart e tij. Nga ana tjetër, bashkëkryetari demokrat i Komisionit të Reformës Territoriale, Luciano Bocci, deklaroi se projekti i socialistëve nuk mund të miratohet në kuvend pa u konsultuar më parë me qytetarët. Bocci propozoi që si projekti i Partisë Socialiste ashtu edhe ai i Partisë Demokratike të nënshtrohej një referendumi në mënyrë që qytetarët të vendosin vetë se cili modeli i qeverisjes vendore u shërben më mirë interesave të tyre. Kjo reformë nuk mund kaloj me vota në parlament. Kushtetuta jon parashikon referendumet. Karta Europiane Autonomisë Vendore parashikon referendum. Në 108.2 e Kushtetutës është kategorik. Kufijtë e tyre nuk mund të ndryshohen pa u marrë më parë mendimi i popullsisë që banon në to. Pra, dhe në rast bashkimi, dhe në rast ndarje, duhet marrë mendimi. Në Kuvendin e Shqipërisë merret nëpërmjet përfaqësuesve dhe komisioneve. Komisioni ka përfunduar dhe ngelet referendumi. I pyetur nëse prishja e konsensusit për reformën territoriale do të ndikojë në punën e Komisionit për Reformën Zgjedhore, Berisha tha se opozita do të vijojë të marrë pjesë në proces me synimin për të paraqitur një model sa më të mirë të kodit zgjedhor. Me seriozitetin më të madh në reformën zgjedhore, ne kemi bindje se Edi Rama nuk pranon asgjë që lëkun apo cenon sadopak pushtetin e tij. Por qëndrimi ynë është të hartojmë dhe të paraqesim para shqiptarëve kodin zgjedhor më të mirë dhe të standardeve ndërkombëtare më të mira. Gjatë konferencës, Berisha komentoi edhe vendimin e gjykatës së posaçme për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj nga arrest në burg në arrest në shtëpi. Lirimi i Ilir Beqës është dëshmia e fundit flagrante e kontrollit të plot dhe total të sistemit të drejtësisë nga Edi Rama. Vetë akuza kundër tij ishte qesharake në raport me plaçkitin e 100 milion eurove. Mos harro se sterilizimi dhe iniciatori është Edi Rama, themi të sinqertë domosdoshmë, dilte në ekran me një gërshër të thyrë dhe një pincë të ndryshkur, se jam me çfarë operoheshin. Rriti 84% sipas ekspertëve çmimin e sterilizimit në Shqipëri. Natyrisht Ilir Beqa do dilte, sepse Ilir Beqa vjedhje të mbaj bëri me Edi Ramën. Biles ti kërkojnë të falur Beqës se e mbajtën shumë. Na falo Beqës të mbajtëm si shumë. Partia Demokratike ka kundërshtuar projektin e Partisë Socialiste për reformën e re administrativo-territoriale. Kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi akuzoi mazhorancën se synon centralizimin e pushtetit dhe përfitime elektorale, ndërsa kërkoi që çdo ndryshim i kufive administrativ të bëhet vetëm pas konsultimeve të gjëra me qytetarët. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi reagoi pas vendimit të Partisë Socialiste për të mos mbështetur zgjatjen e mandatit të Komisionit Posaçëm për reformën administrativo-territoriale, duke akuzuar mazhorancën se po e çon përpara reformën në mënyrë të janshme dhe për interesa politike. Sipas Bardhit, ndryshimet e propozuara në hartën administrative nuk synojnë përmirësimin e shërbimeve publike apo forcimin e pushtetit vendor, por kanë si objektiv kryesor konsolidimin e kontrollit politik dhe përfitimin
drejtimin elektoral të Partisë Socialiste. Kreu i grupit parlamentar demokrat kundërshtoi veçanërisht propozimin për shkrirjen e 15 bashkive, duke argumentuar se një vendim i tillë do të largojë institucionet dhe shërbimet nga qytetarët, ndërsa do të opsojë përfaqësimin e komuniteteve lokale. Ai theksoi se reforma territoriale nuk mund të realizohet pa dëgjuar më parë zërin e banorëve të zonave që preken drejt për drejt nga ndryshimet. Bardhi kërkoi që çdo ndryshim i kufive administrativ të paraprihet nga konsultime reale dhe transparente me qytetarët, duke theksuar se ky është një standard që respekton parimet e demokracisë vendore dhe garanton vendimarrje në interes të komuniteteve. Në të njëjtën linjë u shpreh dhe deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku. Ajo deklaroi se propozimet e socialistëve nuk adresojnë problemet reale të pushtetit vendor, por synojnë të riformatojnë hartën administrative për interesa elektorale. Sipas Tabakut, Shqipëria ka nevojë për një reformë të vërtet decentralizimi, që fuqizon bashkitë, rrit autonominë vendore dhe afron shërbimet me qytetarët, e jo për një proces të dedikuar nga interesat politik të mazhorancës. Protesta kundër qeverisë hyri në ditën e 62 të saj, ndërsa qytetarët u mblodhën sërish pas ditën e sotme përpara kryeministrisë dhe marshuan në rrugët e Tiranës. Aktivistët ritheksuan se mobilizimi do të vijojë çdo ditë deri në largimin e qeverisë dhe realizimin e kërkesave të tyre. Protesta kundër qeverisë vijoi edhe këtë të premte duke hyrë në ditën e 61. Qytetarët dhe aktivistët u mblodhën pas ditën e sotme para godinës së kryeministrit ku mbajtën tubimin e radhës, ndërsa më pas marshuan në disa nga akset kryesore të kryeqytetit. Lëvizja, e cila nisi si reagim ndaj zhvillimeve në Zvërnec prej më shumë se 2 muajsh, është ndruar në një protestë të përditshme kundër qeverisë dhe klasës politike. Edhe në tubimin e sotëm, protestuesit përsëritën kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe ndryshimin e masës së qeverisjes në vend. Gjatë protestës u mbajtën fjalime nga aktivistë dhe qytetarë, të cilët deklaruan se mobilizimi do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Më pas, protestuesit marshuan në rrugët e Tiranës, duke broritur sloganet Ramaik, dorëheqje, Shqipëri e re dhe revolucion. Organizatorët ritheksuan se protesta do të vijojë çdo ditë, duke cilësuar qendresën qytetare si mënyrën e vetme për të ushtruar presion ndaj qeverisë dhe për të kërkuar ndryshim politik. Ndërkohë, tubimi dhe marshimi u zhvillua në masa të shtuara sigurie dhe pa incidente. Qytetarët e Poliçanit kanë protestuar kundër projektit të reformës së re territoriale, i cili parashikon shkrirjen e bashkisë Poliçan. Gjatë tubimit, banorët kundërshtuan ndryshimin e hartës administrative, ndërsa kryetari i Partisë Socialiste në Poliçan dha dorëheqjen nga detyra dhe antarësia në parti. Qindra banor të Poliçanit u mblodhën mbrëmjen e së njëjtës në sheshin përpara kinemas së qytetit për të protestuar kundër reformës së re territoriale, e cila parashikon heqjen e Poliçanit nga harta e bashkive të vendit, me pankarta në duar ku shkruaj "Poliçani nuk preket, mos na vrisni të ardhmen, haram i paçit votat e Poliçanit". Protestuesit shprehën kundërshtimin e tyre ndaj projektit të depozituar në kuvent. Banorët i kërkuan qeverisë të tërhiqet nga propozimi, duke argumentuar se Poliçani nuk duhet të humbas statusin e bashkisë dhe se vendimi interesat e komunitetit lokal. Momenti më i fortë i protestës ishte dorëheqja politike e kryetarit Partisë Socialiste në Poliçan, Erion Zyliftari, i cili deklaroi se nuk mund të mbështesë një vendim që sipas tij përbën një padrejtësi ndaj qytetit. Unë para jush dhe para gjithë mediave paraqis dorëheqjen time si kryetar i Partisë Socialiste, sepse jam i trahtuar bashkë me ju. Kërkesat e partisë nuk duhet t'i mbajnë ky popull dhe këta njerëz që e kanë votuar. Unë jam me poplin, nuk jam me partin. Në shenjë proteste dhe pa kënaqësie, qytetarët dogjën në shesh teserat e Partisë Socialiste, ndërsa firmosën edhe një peticion kundër shkrirjes së bashkisë Poliçan. Dua që nga ky shesh sot të dëgjohet fort zëri i Poliçanëve. Dhe si? Mos prekni Poliçanin! Mos prekni Poliçanin! Mos prekni Poliçanin! Protestuesit paralajmëruan se do të vijojnë kundërshtimin e tyre edhe në ditët në vijim, duke kërkuar që Poliçani të mbetet njësi më vete e qeverisjes vendore. Reforma e re territoriale propozuar nga Partia Socialiste parashikon uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46 përmes bashkimit të 15 njësive vendore me bashki të tjera.
Dhjetra banor të Klosit kanë dalë në protest kundër propozimit për shkrirjen e bashkisë së tyre me Bashkinë MAT, pjesë e reformës së re territoriale të propozuar nga Partia Socialiste. Me pankarta dhe thirrje kundër ndryshimit, ata kërkuan që Klosi të mbetet njësi e vetme e qeverisjes vendore, duke argumentuar se zona ka identitetin dhe potencialin e saj për zhvillim. Banorët e Klosit janë ngritur në protestë përpara godinës së bashkisë, duke kundërshtuar propozimin për ndryshimin e hartës së re territoriale dhe bashkimin e kësaj njësie vendore me Bashkinë MAT. Me pankarta në duar dhe thirrje kundër reformës së propozuar, protestuesit e cilësuan vendimin të padrejtë dhe të dëmshëm për komunitetin. Sipas tyre, Klosi ka historinë, traditat dhe identitetin e vet, ndërsa ruajtja e statusit si bashkim vete është e rëndësishme për përfaqësimin dhe zhvillimin e zonës. Unë ka qenë 92 që punoj këtu, prandaj u bëj thirrje gjithë, bëj thirrje deputetit zonës, që t'i pri para komunitetit Klosit dhe të ngrej zërin në parlament për kundërshtimin e këtij vendimi që kanë. Nuk na lidh as afiniteti me shërbimin ndaj qytetarëve. Bëjmë thirrje të gjithë instancave shtetërore që ta marrin parasysh protestën tonë për mosbashkimin e Bashkisë Klosit me Bashkinë e Burrelit. Nëse do bëjmë pjesë fare në votimet, kjo që këta na bashkojnë me Burrelin. Kjo leje që bën dy partitë bashkë. Unë këtë ato deputetë e PD-s që nuk merr pjesë protestën në Klos për mos u bashkuar me Burrelin. Në mbështetje të protestës u bashkuan edhe punonjës të administratës së Bashkisë Klos, të cilët shprehën kundërshtimin ndaj bashkimit të propozuar dhe kërkuan që institucioni vendor të vijojë të funksionojë si njësi e pavarur. Banorët ngritën si argumente dhe investimet e pritshme pas ndërtimit të rrugës së Arbërit, e cila sipas tyre i ka hapur mundësi të reja për zhvillim ekonomik, rritjen e turizmit dhe zgjerimin e biznesit lokal. Mirë në banomane. U bërë rruga Arbërit, tani na çkem prapë ka shopeti. Me 3000 lekë vjetra, u shkën Tiranë, jo çkem Burrel, paguaj taksat. Para ne i bëj si të gjithëve, sigurimi, të gjithë protestë në Tiranë, ti bashkove ti në Flambingo gjatë Roma, jo po na shkel me kam. Bizneset janë një të mbaruar. Da ka pre bilet të varrimit, domethënë mas 8 muaj, edhe të gjithë janë frikë kanë frikë me kërkuar drejtën e vet. Protesta vjen pas depozitimit në kuvent të draftit të Partisë Socialiste për reformën territoriale. Një konflikt mes disa personave në Tepelen ka përfunduar me 3 të plagosur gjatë orëve të para të mëngjesit. Përplasja nisi gjatë paradites së djeshme dhe u përshkallëzua pas mesnate, kur disa persona mbërritën me foristrada pranë një lokali llotoje dhe sulmuan palën tjetër me mjete të forta. Një konflikt i nisur gjatë ditës së djeshme në qytetin e Tepelenës ka degeneruar në dhunë fizike duke lënë 3 persona të plagosur. Ngjarja ndodhi rreth orës 01 pas mesnate në një lokal llotoje në qytet, ku ndodheshin disa prej personave të përfshirë në konfliktin e mëparshëm. Sipas informacioneve, disa persona të tjerë kanë mbritur pranë lokalit me 3 automjete tip foristrad, duke përshkallëzuar situatën. Përplasja ka vijuar me përdorimin e mjeteve të forta dhe sendeve të ndryshme, duke përfunduar në një përleshje fizike. Si pasojë e dhunës, 3 persona kanë mbetur plagosur. Bëhet fjalë për 2 vëllezërit dhe kushërinë e tyre, të cilët dyshohen se janë goditur me shkopim bejsbolli dhe mjete të tjera të forta. Të plagosurit janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Gjirokastrës, ku sipas bluzave të bardha ndodhin jashtë rrezikut për jetën. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes, ndërsa autorët e dyshuar janë shpadhur në kërkim. Mbetet për t'u sqaruar nëse përleshja e nisur gjatë paradites ishte evidentuar më herët nga autoritetet dhe nëse ishte ndërmarrë masa parandaluese për të shmangur për shkallëzimin e konfliktit. Një zjarr i shkaktuar nga djegja e kartonave dhe barishteve pranë një magazine në Shkozet ka shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe ka paralizuar për disa orë një pjesë të Durrësit. Policia ka arrestuar pronarin e magazinës, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes dhe materialet që ndodheshin brenda objektit. Një veprim i zakonshëm për djegjen e mbetjeve pranë një magazine në Shkozet u kthye në një situatë të rrezikshme pasi flakët dorën jashtë kontrollit dhe përfshin objektin ku magazinoheshin materiale të ndryshme. Një ditë pas zjarrit masiv, policia e Durrësit njoftoi arrestimin e 38 vjeçarit Admir Ndoja, banues në Durrës, i cili kishte marrë me qira magazinën ku u shpërthyen flakët. Sipas hetimeve paraprake, 38 vjeçari dyshohet se ka ndezur zjarr pranë objektit për djegjen e kartonave dhe barishteve, por situata ka dalë jashtë kontrollit duke shkaktuar përhapjen e
shpejtë të flakëve në magazin. Zjarfikësit kanë punuar gjatë të gjithë natës për izolimin e vatrës, ndërsa edhe pas ndërhyrjes së parë kanë vijuar të qëndrojnë në gatishmëri për shkak të temperaturave të larta dhe rrezikut të riaktivizimit të zjarrit. Gjatë operacionit të shuarjes, 2 efektiv të shërbimit zjarfikës kanë përfunduar në spital si pasojë e asfiksisë nga tymi i dendur. Nga verifikimet e para rezulton se brenda magazinës ndodheshin materiale plastike me origjinë nga Kina, ndërkohë grupi hetimor nuk përjashton mundësinë që në objekt të ketë qenë edhe materiale piroteknike, por deri në këtë fazë nuk janë gjetur prova që të konfirmojnë një fakt të tillë. Për shkak të temperaturave ende të larta në brendësi të magazinës, ekspertët nuk kanë mundur të kryejnë një këshyrje të plotë të vendit të ngjarjes. Zjarri pati pasoja edhe në infrastrukturën e qytetit. Flakët prekën linjat e transmetimit të energjisë me tension 110 kW që kalonin mbi magazin, duke lënë për disa orë pa energji elektrike një pjesë të Durrësit. Probleme u shfaqën edhe në furnizimin me ujë të pishëm, pasi ndërprerja e energjisë ndikoi në funksionimin e pompave të disa pallateve. Policia dhe grupi hetimor vijojnë punën për të përcaktuar shkakun e zjarrit dhe përgjegjësitë penale për ngjarjen. Pas 75 vitesh, emri i Sejdin Lushës rikthehet në vendlindjen e tij, Luzin e vogël të Kavajës. Një bust i vendosur në nderim të tij përjetëson kujtimin e një prej figurave të rezistencës antikomuniste, ndërsa familjarët, përfaqësuesit vendor dhe personalitetet publike vlerësuan sakrificën dhe kontributin e tij historik. Në Luz të vogël në qytetin e Kavajës u zhvillua ceremonia e përurimit të bustit të Sejdin Lushës, një figurë e lidhur me historinë e rezistencës ndaj regjimit komunist dhe përpjekjet për një Shqipëri demokratike. Për komunitetin vendas, ky monument është më shumë se një vepër arti, është një akt kujtese dhe një përpjekje për të rikthyer në historinë lokale një emër që për dekada mbeti jashtë vëmendjes publike. Ne sot përurojmë bustin e Sejdin Lushës, një njeriu i cili ka dhënë gjithçka për trevën për Luzin e vogël, por jo vetëm për gjithë trevën e Kavajës, të cilës ne sot i shërbim me përulësi, siç na kanë mësuar të parat tanë dhe siç ecim në rrugën e Sejdin Lushës, por Bashkia e Kavajës me vendim të Këshillit Bashkiak, me propozim të kryetarit të Bashkisë, me vendim të Këshillit Bashkiak, bëri të mundur që Sejdin Lusha të jetë qytetar nderi i Kavajës. Gjithashtu, Bashkia e Kavajës ka marrë përsipër që të përuroj bustin e këtij burri të madh. Sipas familjarëve dhe dëshmive historike të komunitetit, Sejdin Lusha u përfshi në përpjekjet kundër diktaturës komuniste dhe ishte pjesë e misioneve të organizuara për rrëzimin e regjimit komunist në Shqipëri. Familja e tij e cilësoi këtë moment si një rikthim të kujtesës dhe një vlerësim për sakrificën e një njeriu që pagoi një çmim të lartë për bindjet e tij. Ju falenderoj gjithë për pjesëmarrjen, veçanti falenderoj Bashkinë e Kavajës, sidomos kryetarin që na mundsoi dokumentacionin që arritëm të qëllimi dhe Këshillin Bashkiak. Përfaqësues të politikës dhe të shtresës së të përndjekurve politike konsideruan ngritjen e bustit një moment reflektimi për kujtesën historike të vendit. Mirënjohje që po kujtoni figura të tilla, sepse Shqipëria i ka harruar figurat e tilla. Njerëzit dhe ne jemi bijtë e historisë. E sotmja është produkt i historisë. Dhe Shqipëria dhe shumë të rinj Shqipëri kanë harruar heroj të mëdhenj të cilët luftuan, jo veten e tyre, nuk humbën veten e tyre, por shkatruan familjet e tyre. Jeni të sigurt që familja i të nderuarit ka vuajtur persekutime, poshtrime dhe mirënjohje vërtet për Bashkinë Kavaj edhe për ju. Dhe do doja që këto gjëra të ishin më shpesh në Shqipëri. Vendosja e bustit u vlerësua edhe si një detyrim moral ndaj familjes Lusha dhe komunitetit të Luzit të vogël. Ai era heroikisht në këtë iniciativë të mbështetur nga aleatët tonë. Prandaj, busti që ne zbulojmë sot nuk është vetëm një monument bronzi. Kjo është një bust, një vend kujtim simbolik, është një amanet që shkon në vend dhe është një borxh që ne ja kthejmë historisë dhe familjes Lusha. Edhe përfaqësuesit e rinj politike cilësuan figurën e Sejdin Lushës si një shembull të qëndresës dhe sakrificës për brezat e ardhshëm. Popujt që harrojnë historinë e tyre rrezikojnë ta përsërisin. Unë sot ndjehem shumë krenar që jam sot në këtë ceremonisë bashku me ju në ngritjen e këtij busti të një heroi jo vetëm kësaj treve, por të një heroi i cili do duhet të jetë model për gjeneratën e re dhe brezin e ri sot në Shqipëri. Ja u garantoj që sot është detyrë për secilin prej nesh mbi gjitha për brezin e ri, pasi prindrit tan, gjyshrit tan e bën një herë detyrën në vitin 90, është detyrë e brezit të ri për të bërë dhe një herë ndryshimin në Shqipëri.
Deputetja Jorita Tabaku vlerësoi qëndrueshmërinë e komunitetit dhe familjes Lusha për ruajtjen e kujtesës historike. Një shembull jo vetëm të qëndresës, si një shembull të mendimit ndryshe i cili edhe kundër regjimit, në regjimin më të vështirë sot kthehet në një dritë. Përfaqësuesit e të përndjekurve politike lidhen këtë moment me nevojën për të ruajtur kujtesën e viktimave të diktaturës. Sot luzit vogël të Kavajës dhe Shqipërisë i rikthehet adhetari i shquar nacionalist, luftëtari dhe pjesëtari i kompanisë 4000 Sedin Lusha. Mirë se erdhe o trimi i Kavajës, o trimi i luzit vogël. Ka 75 vjet që Kavaja dhe Shqipëria të presin, se ti meriton derin Ardeut, se për Shqipni t'ju bëre hi, të ungrite si Feniksi, për të ardhur në luzin tënd, të dashur, pranë familjes tane që do të kenë pranë me breza. Ndërsa kreu i ballit kombëtar shqiptare konsideroi vendosjen e bustit një akt vlerësimi për një figurë të historisë kombëtare. Ju jemi shumë mirënjohës fakt për propozimin që keni bërë Këshillit Bashkiak për nderimin, vendosjen e bustit, për vendimin që keni marrë dhe keni bërë një akt patriotik sepse është vështirë sot në mendsinë e shoqërisë shqiptare për të marrë akte dhe vendime të tilla. Ceremonia u mbyll me zbulimin e bustit dhe vendosjen e kurorave me lule në një moment që familjarët dhe banorët e luzit të vogël e cilësuan si një rikthim simbolik të një prej bijve të kësaj treve. Për komunitetin, busti i Sedin Lushës mbetet tashmë një pikë kujtese për brezat e ardhshëm dhe një dëshmi e rëndësishme së ruajtjes së historisë lokale. Të nderuar teleshikues, në vijim juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 1 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Paradita do të dominohet nga kthjellime dhe intervale me diell, ndërsa gjatë orëve të pasdites priten zhvillime të vranësirave në relevet malore lindore, të cilat lokalisht do të shoqërohen me rreshtje të dobta dhe ava të shkurtra shiu. Pasditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja sjell alternime kthjellimesh dhe vranësirash më të theksuara në zonat malore. Temperatura minimale pritet të zbresi deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 38 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 10 deri në 11 orë me diell. Era do të fyejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 3 deri në 7 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:29 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 25 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 22 deri në 38 gradë Celsius. Kukës 19 deri në 34 gradë. Peshkopi 18 deri në 32 gradë. Tiranë 24 deri në 37 gradë. Durrës 25 deri në 34 gradë. Kavaj 24 deri në 34 gradë. Elbasan 23 deri në 37 gradë. Berat 23 deri në 38 gradë. Korç 17 deri në 29 gradë. Vlorë 25 deri në 33 gradë. Gjirokastër 19 deri në 30 gradë. Sarand 25 deri në 33 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 1 gusht 2026 do të karakterizohet nga një mod pjesërisht i paqëndrueshëm. Paraditja do të jetë me kthjellime, ndërsa gjatë pasdites priten zhvillime vranësirash që në disa zona do të shoqërohen me rreshtje lokale shiu dhe shkarkesa të izoluara elektrike. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 34 gradë. Era
Kamera do të frylej deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 3 deri në 7 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë në pritet të jetë i lartë rreth 8, sipas të dhënave astronomike lindja në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:20 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 17 deri në 33 gradë Celsius. Podujev 16 deri në 32 gradë. Skënderaj 17 deri në 33 gradë. Pej 17 deri në 33 gradë. Prishtinë 17 deri në 33 gradë. Gjakov 18 deri në 34 gradë. Malishev 18 deri në 34 gradë. Gjilan 17 deri në 33 gradë. Ferizaj 17 deri në 33 gradë. Kaçaning 16 deri në 32 gradë. Suarek 18 deri në 34 gradë. Prizren 18 deri në 34 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.